Kryeministri Kristian Mickoski deklarua jo kompetent për kërkesat e familjarëve të viktimave në tragjedinë në Okoçan. Ai tha se pyetja për mbështetje për formimin e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar ngjarjet rreth zjarrit në diskotekën Puls të Okoçanit duhet t'u drejtohet deputetëve. Se përket mbështetjes për komisionin hetimor, mendoj se do të ishte mirë që pyetja t'u parashtrohet deputetëve. Mendoj se kjo lloj përballje me publikun do të ndodhë shumë shpejt kur të fillojë procesi gjyqësor, në mënyrë që të gjithë, qytetarët, publiku dhe ju media të mund të shihni se çfarë ka ndodhur atje. Kurse në lidhje me kërkesën për ndihmë financiare të njëhershme për familjet e të ndjerëve, duke ndjekur shembullin e atyre që vdiqën në zjarrin në spitalin modular në Tetov gjatë pandemisë Covid, ai tha se qeveria ka bërë dhe do të bëjë gjithçka për t'i ndihmuar ata. I kam dëgjuar të dyja kërkesat. Nuk kam absolutisht asnjë dyshim se ne si qeveri kemi bërë, po bëjmë dhe do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të ndihmuar në atë rast, për të lehtësuar dhimbjen që është e pamashme, e pakufizuar dhe e madhe. Këto kërkesa të familjarëve të rinjve që vdiqën në tragjedinë në Okoçan u parashtrua në protestën për drejtësi që u mbajt të shtunën. Seanca gjyqësore për këtë rast është caktuar të mbahet më 19 nëntor të mërkurën. Nga zjarri në diskotekën Puls në Okoçan humbën jetën 63 persona, kryesisht të rinj.